Bismillahirrahmanirrahim. Falënderojmë Allahun subhanahu wa taala. Dërgojmë salavat dhe selame për të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik dhe për gjithë ata që e ndjekën rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit. Dhe të dashur, nëse ndalemi dhe me tregu pika shkurta si ndahet Islami, do ta kishim nda Islamin në tre shtylla. Shtylla e parë e Islamit janë besimet, që është diçka e brendshme. Sikur është besimi në Allah, besimi në Laçi, besimi në pejgamberët e Zotit, besimi në ahiret, besimi në kaderin e Allahut. Këta janë çështje që kanë bënë mes ti dhe Zotit. Një pjesë e madhe e fesë ka besim. Pa ta nuk ka fe. Një pjesë tjetër e fesë është adhurim mes ti dhe Zotit. Është falja namazit, agjerimi i Ramazanit, e plot adhurime tjera, dhënia e zakatit, e shumë adhurime tjera. Edhe një pjesë e tretë, që është një ndër shtyllat e fesë tonë, është sjellja e mirë. Në termin e shariatit i themi ahlaki. E desha me lidh diçka se si neve më thonë agjerimi duhet me na edukue, duhet me na përmirësue ahlakin tonë, sjelljen tonë. S'mund një person i cili adhuron Zotin me pas ahlakin e keq. Se ibadeti ta mëson ahlakin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith, që hadithin e transmeton Imam Buhariu rahimullah, ku pejgamberi ka thonë: "Men lam yada' qawla az-zuri wal 'amila bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Ka thonë pejgamberi kuptimin e këtij hadithit, ai i cili nuk e le fjalët e rrejshme, nuk e le këto fjalët, edhe veprat e këqija, Allahu nuk ka nevojë ta losh hajin dhe pijen. Pra nëse agjerimi nuk të çon që ti losh punë të këqija, ti losh fjalë të këqija, nuk të ka edukuar agjerimi, dhe Allahu nuk ka nevojë për këtë agjerim. Këtë çka kuptojmë? Kuptojmë që adhurimet, ibadetet duhet me na eduku neve. Këtë kemi dhe të namazi. As ka thënë Allahu në Kur'an: "Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Me të vërtetë namazi u largon për punëve të këqija dhe amoralitetit. Që si ibadetet neve duhet me na edukue. Bile pejgamberi sa thotë në një hadith: "Inna al-mu'mina la yudriku bi husni khuluqi darajatu as-sa'im al-qa'im." Këto sa në një hadith, besimtari ka gjaca me arrit me ahlakin e mirë gradën e agjeruesit ditën dhe falësit e namazit natën. Përse i moralshëm e arrit gradën e këtyre njerëzve të mirë, me moralin e mirë. Këta si më duhet me na eduku neve agjerimi me pas një ahlak të mirë. Tregon në një hadithin sahih, vjen një person, Aisha radhiyallahu anha, thotë: "Ja Rasulullah, filanja një gruje kishte qenë e mirë, një gruje ndershme. Kishte thonën: Ja Rasulullah, kjo gruje e mirë agjeron ditën edhe falet natën, por e dëmton kur shihet me fjalë, me gjuhën që e ka." Pejgamberi që ka thonë Aishës, i ka thonën: "Hiya fi an-nar." Ajo është një zjarr. Falet ditën, agjeron natën. Më thonë, agjeron ditën dhe falet natën. Parmendoni një gruje e besimtare e mirë, por gjuhën se ka rujt. Ahlakin se ka pas. Ahlak nuk ka vetëm me buzëqesh. Ahlak është më thonë sjellja jote në raport me njerëzit, me qenë i drejtë, me qenë korrekt, me ndëgju kur të fole, me respektue, kretë të ahlakin. E kjo s'ka qenë me kushikën mirë. Se ka rujt gjuhën, ka shi kushikën saj. Edhe thot Aisha radhiyallahu anha, edhe thot i thash për një gruje tjetër: "Ja Rasulullah, filonja i fal farzët, edhe nuk jep shumë sadaka, pak jep sadaka." Pejgamberi ka thënë: "Hiya fil janna." Ajo është në xhenet. Vazhdon hadithi, tregon sahabi thot: "Ai grua që i tha pejgamberi, ajo është në xhenet, ajo kishte thënë që nuk e dëmton kuj shikën."
Pa mendoni vëllezër të dashur, mund të mushë po adhurime, fal namaz, agjeron, po ka mundësi e djeg këtë agjerim duke bo zullum njerëzve, duke i shah njerëzit, duke i nënshmu njerëzit. Qasi agjerimi duke me na eduku neve, me qenë edhe ahlake me pas mirë, me pas sjelljen e mirë. Fjaja jonë është e plotë, duke mund marrësetu, vallahi me rëndësi është akidja. Kush nuk tha që akidja nuk është me rëndësi. Por vëllezër të dashur, akidja e shëndosh i ka dhe veprat e shëndosha. Ai i cili vepra nxjerr nga imani, ai vetë se ka rënë irxha. Murxhiat kanë thonë kështu, akidja më rëndësi, jo vepra. Ne themi akidja është më rëndësi, po akidja e shëndosh i ka dhe veprat e shëndosha. Pasi vëllezër duhet të kemi të kujdes, nëse kemi dëshirë me fitu razinë e Allahut, fitohet në ibadete, fitohet në besim, edhe fitohet në ahlak. Tregohet një rast interesant. Thuhet që ka thonë Fudejli ibn Iyadi, ka qenë ibadetçi i madh. Ka thonë Fudejli, më mirë thotë unë e shoqëroj një person që është gjunahçar e ka moral, se sa thotë një ibadetçi që moral në ka të keq. Shikoni vëllezër, ulemaja, selefi, që kanë trajtu njerëzit, që kanë vlerësu njerëzit. Edhe shpesh ne na ndodh mesin e shohim do xhamartit të mirë janë, e duan ibadetin, e duan namazin, po kur të ish muhabet, kur të ish më thon sjellje, të shikosh sjellje, më thon shumë i dobët në sjellje. Elhamdullah që falesh, elhamdullah që i devotshëm, veç edhe këtu devotshmëria tregohet. Edhe këtu fitohet razia e Allahut. Pra të kemi kujdes. Dashtu prej duave që i ka bërë Islam, hadithi është Sahih Muslim, pejgamberi ka bërë dua dhe ka thonë Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. O Zot më uzo në ahlake, në sjellje më të mirë. Prej duave që ka bërë pejgamberi Islam, ka qenë kjo dua. Edhe ne duhet më vonë sa herë me lut Zotin subhanallahu teala, ashtu si na ka zbukuruar, na ka bërë të dashur ibadetin që kemi mes nesh dhe Zotin, na përmirëson Zoti subhanallahu teala dhe ahlakin që është në raport me njerëzit. Zekati, një ndër farzët e Zotit, është një raport mes njerëzve. Sadakaja, sjellja e mirë, selami, një përgjigje ftesës muslimanit, shumë obligime atjera kanë bënë mes nesh. Ka të bëjë me Zotin disa adhurime, po disa adhurime kanë bënë mes besimtarëve. Bile ka adhurime që ne kena dhe mes jo muslimanëve. Qysh mu tregu drejt, mi bo davet, mi thirr Islam. Ka të bëjë obligime mes nesh dhe atyre që janë musliman. Kjo si vëllezër të dashur, feja jonë edhe na edukon dhe ka shumë argumente këtë mesele, unë patjetër këta tri sende mes me haru. Akide shëndosh, adhurimi shëndosh dhe ahlaki shëndosh. E nëse mundosh me përmbledh fenë, mush me përmes tyre tri shtyllave, ta përmbledhësh fenë islame. Allah na bëf prej tyre, dhe lutim Allah subhanahu Zot na bën për ato njerëz që fitojnë razinë e tij në gjitha këto vepra. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah i nderoft.